Shqipëria është një prej vendeve më të bekuara me 218 ditë me diell dhe me burime të bollshme ujë që rrjedhin nga malet. Toka ideale për rritjen e shumë produkteve të ndryshme ushqimore, por përsëri çdo ditë më tepër flitet për ushqime të modifikuara gjenetikisht, përdorimi i pesticideve apo plerave me bazë nafte. Ndërkohë që çdo skrin ka produktet e veta që nuk gjenden në 365 ditë të vitit. Në tregjet e frutave dhe perimeve, tregtarët të ofrojnë domaten apo lule shtrydhe në mes të dimrit. Kjo pasi shpesh përdoren antibiotik dhe hormone që stimulojnë rritjen, qofshin këto produktet prodhuara në Shqipëri apo të importuara nga jashtë. Profesori mirënjohur shkodran Ahmet Osja thot për dritare se rreziku që na vjen nga ushqimet që konsumojmë është shumë i madh. Ekspert për më shumë se 30 vjet dhe më pas drejtuesi i institucionit të Misrit dhe Orizit, ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, gjatë kohës së Fatos Nanos, bën thirrje për një kujdes më të madh të institucioneve për produktet që hyjnë në Shqipëri, veçanërisht njohja dhe vënia në punë e resurseve që kemi. Ne kemi dy gjëra shumë interesante. Një janë kushtet natyrore dhe e dyta tradita. Kushtet natyrore na ofrojnë ushqime të veçanta dhe tradita është e tillë që për mijëra vjet nuk e kanë dot ushqimin. Ushqimi është numri 1 që kontrollon biologjinë, pra nuk është vetëm ajo që ti shuan urin. Më e rëndësishme është se nga mënyra se si ne ushqemi përcaktohet vazhdimësia jonë. Vazhdimësia është më e rëndësishme se uria. Ne japim rëndësi të madhe urisë dhe nuk mendojmë se për çfarë na shërben. Njerëzit shohin më tepër interesin financiar të tyre dhe rrjedhimisht ushqimet që ofrojnë nuk janë të kontrolluara. Në këtë mënyrë kemi vrarë shijen e ushqimit. Tani njerëzit nuk hanë më ushqime, ne kemi haruar si është shija e domates, specit apo lule shtrydhes. Ne marrim rezatime nga buka që ham çdo ditë. Kafja që vjen nga Brazili kushton 900 lekë. 900 lekë bëjnë 3 kg qumësh në fshatin Trush. Për 3 kg qumësh duhen 6 dele, një çoban dhe një qen, 24 orë. Bëjni vetë llogarinë çfarë del nga kjo. Ai që shet tani nuk mendon a të bën mirë apo të bën keq, e rëndësishme është sa fiton. Produktet nuk janë me interes për konsumatorin, po për shitsin. Ndërkohë unë kam 17 vjet që nuk pi kafe pasi vjen nga Brazili. Prandaj unë i bëj thirrje të gjithë njerëzve që mos të presin të vinë ndryshimi nga qeveria. Duhet të jenë ata të parët të cilët të ndërgjegjësojnë dhe të marrin masat tek vetja e tyre. Ne mielin e marrim nga Ukraina, ku ka ndodhur katastrofa e Çernobilit. Ne e marrim mielin me gjysmë çmimi, prandaj buka jonë është kaq e lirë. Mielli është i ruajtur në magazina e nuk e ka marr askush. Ne që kemi nevojë e blejmë atë që vjen nëpërmes Beogradit. Nëse nuk do ta marrim nga Beogradi, atëherë buka që ne blejmë do të jetë 260 lekë të reja dhe jo sa e blejmë ne në furrat e bukës. Rezatimi që marrim ne nga konsumi i këtij mielli është një prej shkaktarëve të sëmundjes së kancerit. Ligji ynë çalon, sepse shiten interesat. Prandaj është e nevojshme përgjegjësia që ka secili dhe e dyta ligji i shtetit. Ligji duhet të kontrollojë me përgjegjësi dhe kompetenca të jashtëzakonshme. Mund ta kesh përgjegjësinë, por nuk e kompetencën, dhe ligji ynë çalon pasi shihen interesat. Dy janë shinat për një vend, arsimi dhe bujqësia. Nëse një popull nuk ka shinat, kot që e bën lokomotivën. Bujqësia është shkatruar, arsimi merret me lek, pra është shumë e nevojshme të merren masat për këto dy fusha. Duhet që shteti të ketë personel specialist dhe jo administratë burokrate. Administrata nuk di si ta kryejë këtë punë, pasi nuk ka kompetencat, kurse specialisti di ta bëjë diferenca dhe të evidentojë rrisqet. Në Ministrinë e Bujqësisë nuk ka profesionist, nuk i paguan askush, ata paguajnë administratën. Unë isha ministër që prej datës 22 shkurt 1991 deri në datën 15 maj 1991. Vendosa të ikja vetë pasi që në atë kohë kuptova që nuk kërkoj me punoj si shkencor, por punoj si administratës. Ne kemi në Alpet tona rreth 137 bime endemike, ose siç njihen ndryshe të veçanta. Mbreti Genti është i vetmi mbret në globin toksor ku një bimë mjekësore ka emrin e tij. Ajo është Gentiana lutea, e cila gjendet në bog. Po këtë administrata nuk e di, janë specialistët që e din. Ne jemi shumë të pasur, edhe pse jemi vend i vogël, prandaj duhet të kujdesemi për tokën tonë, në këtë mënyrë rritet dhe ekonomia e shtetit.
I njohur për rolin e çmuar në krijimin e hibridëve të rinj të Misrit si dhe evoluimin e teknologjisë së tij, profesora Ahmeti ka gjetur një mënyrë për të shpëtuar disa prej bimëve endemike që kemi në Shqipëri. Në vitin 2000 krijoi një kopsh botanik në Shkodër përballë Kështjellës. Në një hapësirë ku gjenden 738 lloje bimësh nga gjithë Shqipëria, në mesin e tyre janë dhe disa bimë të veçanta, pasi vendi ynë njihet për bimë endemike. Ashtu të sistemuara dhe të etiketuara, ato shërbejnë për nxënësit e shkollave dhe të huajt. Kjo pasi siç edhe Osja tregon për ne, shqiptarët nuk kanë shumë interes për ta vizituar. Ndoshta është pikërisht kjo papërgjegjshmëria jonë për të njohur dhe vlerësuar pasurinë që kemi, për të ardhur në ditët e sotme ku shkojmë me frikë ta blejmë ushqimin. Por ajo çka dihet me siguri është nevoja imediate për të marrë masa jo vetëm nga qeveria, por dhe nga njerëzit e thjeshtë. Pasi ashtu si profesor Ahmeti, i cili prej 17 vitesh refuzon të pi kafen pasi vjen nga Brazili, të gjithë duhet kuptojmë dhe rreziqet që na rrethojnë.